Nuk pres asnjë telashe. Çfarë kanë shtyr ata me thonë kështu atëherë? Pa ta dinë që janë humpsa dhe humpsi duhet me paragjyku diçka, ajo është paragjykim. Ne i kemi thirrë gjitha institucionet e huaja në Kosovë, gjitha organizatat qeveritare në Kosovë, që të vinë dhe ta monitorojnë sa ma mirë procesin zgjedhor në komunën tonë. Prandaj, gjithmonë humpsi do të me gjetë një arsye. Arsyeja është se po përgatiten me manipulu votën. Unë nuk e kam asnjë shqetësim dhe nuk mirë na fare se me çfarë mirën ata, me çfarë thonë ata. Ju garantoj që as nuk i kum përcjell as intervistat, as takimet, se nuk janë për mu ata absolut në vëmendjen time. Vëmendjen time është vetëm qytetari Drenasit. Kam dalë i kam taku një nga një, i kam dëgju hallet e tyne, problemet e tyne, kërkesat e tyne, jam të pregadit programin tem, se si ti realizoj ato kërkesa dhe se si ti nxjerri njerëzit dalin të votojnë që të mos mërziten me këto votime. Më thonë, ju si Parti Demokratike garantoni që procesi zgjedhor dielen do të jetë një proces normal, në frymë komplet demokratike dhe ju siç realisht kanë pretenduar disa nga oponentë tuaj që veç kanë adresuar si shqetësime edhe ambasadori britanik dhe i ka dërguar një letër KQZ-s, përmes cilës kërkon që të ketë një mbarvajtje të mirë procesit, një mbikëqyrje etj. Unë njeh ambasadorin britanes edhe personalisht, unë nuk kam asnjë lloj shqetësimi. Partia Demokratike e Kosovës këto zgjedhje shkon me bindun, me sigurt për qetësinë e tyne dhe për fitoren e madhe të radhës Partisë Demokratike në Drenas.